Gjeneta Fetau është mjaft e njohur për portalet e mendjave roz. Deklaratat e saj të drejtpërdrejta dhe bombastike bën shpesh që ajo të kritikohet, por dhe nga ana tjetër, ajo të admirohet nga fancat e saj. Së fundmi, ish banorja e shtëpisë më të famshme në Kosovë ka shqetësuar fancat e saj, ku ka ndarë pamje ku shihet duke marrë infuzion. Fotot ajo i ka ndarë nga dhoma luksoze ku po qëndronte për pushime. Sapo ka publikuar këtë foto, fancat janë shqetësuar nga gjendja e saj shëndetësore. Ndryshe, Gjeneta Fetau po vazhdon të qëndrojë aktive në televizion duke marrë pjesë në emisione të ndryshme, si në Kosovë, por edhe në Shqipëri. Na duhet të rikujtojmë se përsa kohë ishte brenda shtëpisë së famshme në Kosovë, ajo zhvilloi një lidhje romantike me Gjesin, lidhje e cila nuk zgjati shumë. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.